I vodhën kanalin me 2 milion followers. Po, ka ndodhur pardje dhe unë dua që t'ja u tregoj këtë, sepse është një ngjarje që duhet diskutuar, ndonse shumë për jush nuk janë influencer, por ju ndiqni influencera. Dhe ky është një nga diskutimet më të rëndësishme që duhen diskutuar. Ndiqeni me kujdes. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë, do t'i lutesh të bëni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Një youtuber italian i quajtur Andrea Gagliazzi i kanë vjedhur kanalin. Ja kanë vjedhur pardje. Por ai që ditët e para, pra të javës, me fjalë në fund të javës kaluar, të shtunën, siç e tregon dhe vet, ai kishte vënë re disa anomali në kanal. Pra ai lidhet gjithmonë, për ata që nuk e din kush ka kanalin YouTube, pra disa nga këta që e kanë me pagesë, ai që ka me pagesë është i lidhur me AdSense-in dhe është i lidhur me disa sponsora etj etj. Dhe kanë disa nga këta të mëdhenjt kanë edhe website dhe është pak kompleks, që është e vërteta, sepse e kanë me pagesë, si mund të quhet. Pra marrin të ardhur, fitojnë diçka nga ky kanal që ata kanë. Dhe çfarë ndodhi? Ai u fut në email, nuk ekzistonte më emaili. E kanë zhdukur emailin. Nuk ekzistonte më emaili dhe padyshim nëpërmjet emailit ata janë futur në kanalin e tij, në AdSense, pra e në të gjitha këto faqe dhe e kanë përvetësuar dhe tani shfaqin në këtë kanal Bitcoin. Por prisni pak. Sepse kjo nuk është hera e parë që ndodh. Nëse keni vënë re, juve ju ka ndodhur edhe në faqe Facebook, në YouTube etj etj. Dhe pyetja është, këta të Facebookut dhe këta të YouTube-it nuk e din se këtu qëndron baza, ku qëndron rëndësia e këtij diskutimi. Shiko, kohët e fundit Evropa ka bërë disa ligje, ligjin e privacy-t, që bëri në vitin 2015. Dhe pikërisht tani, po ta shikoni, ju mund të rimerrni kanalin tuaj, nëse keni një kanal YouTube, Facebook etj etj. Duhet pak kohë, sepse duhet bësh kërkesë, duhet shkosh polici etj etj. Por nëse nuk do ta bënte këtë ligj Bashkimi Evropian, si do të vepronin këta? Nuk mund ta merrje dot më. Nuk e merr dot më. Ndonse në këtë rast, për shembull, ata mund edhe ta fshin, për shembull, këtë kanal mund ta pastrojnë apo ku ta diun. Por ka një gjë tjetër. Ka dhe një gjë tjetër që është akoma më e rëndësishme. Okej. Këta e morën kanalin dhe shfaqin Bitcoin. Po mirë, YouTube-i nuk e di që këta, ai që e kishte më përpara, pra ky zotëria që kishte kanalin dhe shfaqte gjëra të tjera, nuk e di YouTube-i, sepse ka një algoritëm që e kupton menjëherë se çfarë po ndodh në atë kanal. Pra në të gjitha kanalet, nëse ti shkruan diçka, bën një publicitet e tjerë, ai e kupton menjëherë. Dhe do thoni ju, po mirë, ja e kuptoj, pastaj do t'ja mbyllin kanalin apo ku ta diun. Po mirë, kur e shikojnë të menjëhershëm dhe shikojnë që ky, pra zotëria këtu, nuk e ka më, që nuk është faqja e tij, mundet që si është e mundur që këta nuk e kontaktojnë, sepse ai ka kontaktet aty, ka emaili, e zëm që email nuk e ka më, po ka numrin e telefonit. Sepse të gjithë tani e bëjnë me numrin e telefonit, me anë të numrit telefonit, ose një email tjetër alternativ që zakonisht e kanë disa. Dhe unë nuk besoj që ky me 2 milion followers nuk i ka këto, pra telefonin dhe një email alternativ. Është e çuditshme, pse e them këtë? Sepse po t'i vini re, këto ditë lexova disa shkrime në Itali që një televizion i famshëm italian ka shkuar në Shqipëri dhe është infiltruar në një zyrë ku shesin Bitcoin dhe bëjnë call center në Shqipëri. Dhe është bërë e famshme kjo si çështje dhe unë doja t'ju thosha juve, po mirë tani, shteti nuk e di këtë? Pyetje, nuk e di shteti që këta në call center bëjnë edhe gjëra të tjera, ose edhe sikur mos ta di shteti, në vend që të shkojë që të kapi një hajdut që vjedh fruta për të mbijetuar, apo një thes miell, të shkojë te këta që vjedhin miliona. Po e dëgjuat mirë. Për shembull, ai Bitcoinit, këtu për shembull, që shesin Bitcoin-ta në këtë kanalin që kam,
ku i marrin këta, sepse këta duan që të marrin bitcointat, në qoftë se, bëjnë publicitet që të marrin bitcoin tek në një website i tyre, dhe pastaj i transferojnë ato në para. Po mirë, pse nuk e gjejnë ata dot? Se ku janë transferuar këto para? Që të gjitha i din. Që të gjitha. Bile FBI, unë jam informuar për këtë që FBI di çdo lëvizje të çdo njeriu. Dhe i mjafton e i seleksionon ato në mënyrë automatike me anë të inteligjencës artificiale dhe i seleksionon kaq shumë sa mund të arrijë deri në 100. Pra i seleksionon duke i seleksionuar, duke i sositur, arrin deri në 100 dhe në 100 është më e thjesht, i kap. Ata i din shumë mirë që disa gjenden në Tajlandia, disa gjenden edhe në Itali, në Angli, në Australi, e din shumë mirë. Por pse nuk i kapi? Sepse kjo është pyetja. Do t'ja u them unë. Sepse vjedhjet e mëdha nuk i bëjnë njerëzit e thjeshtë. Okej? I bëjnë shiko, mafjet në mbar botën, ju e dini shumë mirë, ndonse gjoja tregohet që mafjen e shpiku Italia, po s'është e vërtet. Mafja jeton që kur ka filluar jetesën njeriu në këtë planet, secili ka bërë grupe të ndryshme, sepse grupet e ndryshme që vjedhin nga njëri apo tjetri janë mafje. Kështu që këto mafjet në një mënyrë apo në një tjetër, pra qoftë politike, shoqërore apo çdo grup qofshin ato bëjnë të njëjtën gjë që bën çdo mafje. Kështu që nëse ti i vendos emrin mafje sepse do që ta bësh në ngjyrë italiane, pak rëndësi ka. Por që të gjithë vjedhin pafund dhe nuk vjedhin ata njerëz që ne mendojmë ka disa gjëra që flitet me superlativa, nuk e dim kuptoni apo jo. Nuk janë njerëz të thjeshtë, nuk janë njerëz do si do, por janë të niveleve të larta dhe aty japin llogari që të gjithë ata mafiozët e tjerë shkojnë atje dhe japin llogari. Qëse mbani mend para disa viteve është bërë një çështje madhe ku tregonin për një kryeministër italian që gjëja kishte puthur dorën e një mafiozi. Po mirë. Dakord, e puthi dorën e një mafiozi. Tani pse u qëndrua aty tek ai ministri atje? Duhet të qëndronin tek ministrat të tjerë, që të shikonin nëse është e vërtet dhe në ministrat të tjerë, sepse nuk është vetëm një, por janë shumë. Dhe kjo ndodh në të gjitha, tregohet që ndodh në të gjitha levat politike në mbar botën, sepse është logjike që politika, nëse ti qëndron në politik aty, je i detyruar që të mbështesin forca të tjera. Si do të jetojë një politikan nëse nuk ka mbështetje financiare fillimisht? Po kush i ka ato financat? Kush e ka? Janë biznesmenët. Biznesmenët çfarë bëjnë? Biznesmenët e mëdhenj janë të detyruar që të bëjnë puna të ndryshme, apo jo? Kështu që këto punat e ndryshme nuk janë të gjitha të pastërta. Ka disa që bëjnë edhe puna mafioze, okay? Po tregohet që ky është zinxhiri. Dhe në qoftë se është ky zinxhiri, atëre mundet që të jetë ky fakti që pse nuk i kapin, pra që pas këtyre që vjedhin këto kanalet, për shembull si kjo që ju thash 2 milion, apo ai në Shqipëri që bën gjoja call center, i përket një shkallë të lartë ose të fortë që nuk mund ta prekësh sepse janë vetë ata, apo jo? Të bën që të mendosh, një gjë të tillë, sepse nëse dihet se kush janë, atëherë do të thotë që janë vetë ata dhe joshin shërbime sekrete, joshin policinë, ose ndoshta janë vetë ata aty. Ata që vën ligjet, ata që drejtojnë, sepse të bën të mendosh kështu. Shiko, do ja u them këtu dhe do ta mbyll këtë me këtë shprehje. Në Shqipëri është një vend me pothuaj 2,5 milionë banor. Një sekond. Ju mendoni se këto gjëra bëhen në përfshatra ose bëhen në për qytete të mëdha si për shembull në qytete si për shembull Saranda, Vlora apo? Jo. Bëhen vetëm në Tiranë. Pra ti nëse përqendrohesh në Tiranë, ti e zgjidhe problemin. Atëre pyetja është, pse nuk mund të zgjidhet një problem i tillë? Një problem kaq i thjeshtë, por që duket kaq i madh. Pse? Është një pyetje tepër e rëndësishme kjo. Pra, nëse nuk do të bënte
Bashkimi Evropian ligjin e privacy-t, sot ky zotëria nuk do ta merrte më kanalin. Po lufton i shkreti, ky Andrea Galjaci, po lufton e njoh kështu edhe personalisht, po lufton që të marri këtë kanalin, dhe padyshim do ta marri, po ndoshta ata mund edhe ta pastrojnë, ta heqin fare, ta fshin kanalin, kështu që është i detyruar të fillojë prapë nga e para. Dhe do ta shikoni, do ta fillojë prapë nga e para sepse do ta shpërbëjnë. E shpërbëjnë, heqin ata followers dhe dal nga dal zhduket totalisht. Dhe pyetja është pse nuk kapin ata që janë pas, ata që bëjnë të gjithën këtë, që është kaq e thjeshtë. Për shembull, mjafton një kërkesë e gjykatës së lartë dhe e gjen me njerë. Me anë të sistemit, që është edhe më i thjeshtë tani, me anë të inteligjencës artificiale, i shkon tjetrit më në shtëpi, bile në telefon apo që të hapësh dhe kamerën, apo të hapësh dhe kompjuterin dhe e shikon edhe në fytyrë, nëse duan. Okay? Megjithatë doja t'ja u tregoja këtë që të kuptojmë se në çfarë bote jetojmë dhe dëshiroja një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni për këtë argument. Kalofshi një ditë bukur dhe punë të mbarë sot.